Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me kandidatët për deputet të qarku Durrës për Partinë Socialiste, teksa preku edhe reformën e drejtësisë. Ajo ofroi të gjithë mbështetjen e qeverisë për drejtësinë e re, pavarësisht kritikave, duke kujtuar se me paraardhësit, prokurorët ishin përsëri aty, por nuk guxuan dot të vepronin. Kujtoi vrasjet e 21 janarit në bulevard dhe pengimin e ekzekutimit të urdhrave të prokurorisë nga ish-kryeministri Sali Berisha. Rama tha se këto zgjedhje janë të rëndësishme për vendin dhe gjeopolitikën. Ai krahasoi ato me ato që ndodhi në Shqipëri në vitin 1992, tranzicionin, nisjen e pluralizmit dhe zgjedhjet e para demokratike që u zhvilluan. Kreu i mazhërancës premtoi nga Durrësi edhe ndërtimin e rrugës Thuman-Kryj, aq shumë e munguar dhe që i ka munduar për dekada banorët e asaj zone. Gjithashtu është e vizituar edhe nga turistë të shumtë për shkak të kalas. Që ne në mandatën e katërt do bëjmë rrugën që Tur Bushi e kërkon që kur ka qenë i vogël, Tiranë-Kryj. Që kur ka qenë i vogël. Si ishte rruga Tiranë-Kryj, iku në Itali. Kur erdhi këtu e kam taku ke shkallët e të kujtohet ty, se këtu e taku ke shkallët e Aleksandër Mojsiut. Atëherë ma ka prezentu i pavdekshmi paraardhësi i Anit në bashki, edhe i them që mund të fitoj Thumanën. E shofun këtë, i them, po ti të shne rrugën tha, Tiranë-Kryj. Po më thetha sot do bësh rrugën Tiranë-Kryj, dhe unë do futem në Thuman. Në fund ai bëri thirrje për shqiptarët që me 11 maj të mos e çonin votën dëm dhe të votonin për të ardhmen europiane të vendit dhe jo për kënetën. Që s'mund diskutohet, mendoj unë, dhe prandaj duhet punuar shumë fort me të gjithë ata që janë të lëkundur, me të gjithë ata që janë akoma në efektin e zhurmës kënetës, që doni të rrini dhe të dëgjoni muzikën e kënetës, dëgjoni, po ndatë 11 mos e hudhni kodat e votë shkret. Rama sqaroi gjithashtu se Partia Socialiste ka fatin se ndodhet në momentin e duhur dhe çështja është se sa i thellë duhet të jetë rezultati për t'i dhënë mesazh edhe Bashkimit Evropian se shqiptarët duan integrimin dhe jo lëkundjet politike, pavarësisht se kush fiton.